mund të krijosh imazhin e një ushtrie të re. Ke parasysh nëse ju kujtohen veprat si zgjerrja nga fronti i perëndimit, kur Hitleri filloi të rekrutonte 17-18 vjeçarë të shkret, të cilët shkohen me entuziazëm në luftë. Pra, kjo është krijimi një ushtrie të re me njerëz pa përvojë të cilët vrapojnë aty sepse nuk e dinë çfarë është lufta. Pa general. Ka vetëm një komandant dhe ushtar thjesht. Ka vetëm një komandant që i hedh aty si por pastaj nuk është asnjë kontribut për Shqipërinë, por është një dëm i madh që i bëhet politikës shqiptare. Po të vjetrit ose ata që janë tashmë personalitete politike do ta pranojnë në qetësi me sa duket vendimin e liderit. Është një domosdoshmëri. Ndrimi i klasës politike në Shqipëri. Kjo nuk shtohet nga të gjitha palët. Ne nuk mundsojmë një sigura për 35 vjet do të mendojmë që këta që bën këtë 35 vjet do na bëjnë një gjë të re tani. U lodhët duke na i bërë të qeverisëllik që kanë bërë deri tani. Jo, nuk është vërtet që duhet. Por nuk mund të ketë ndrim të klasës politike me emërime nga klasa e vjetër. Klasa e re politike është ajo që rrezon klasën e vjetër. Jo ajo që emërohet nga klasa e vjetër. Pra, nëse në Partinë Socialiste do të kishte karrierë, garë dhe votim, dhe do ditë një figurë e re politike ose disa figura të reja politike, ose një klasë e re politike që do drejtonte për sënd, atëherë ne mund të krijonim një iluzion të paktën, ose një shpresë të projektonim që këta do të ndryshe nga këta që janë sot. Ashtu edhe në opozitë, por nëse gjërat bëhen me emërim, atëherë nuk kemi çfarë të presim nga këta, sepse njëri pranon të jetë i emëruar, të katapultohet aty, pa asnjë merit, është vetëm një ushtar që ka pranuar të futet në ushtri për të marrë përfitime që ka ushtria. Shkojmë tani tek fraza më enigmatike që tha kryeministri Rama, tha unë mos jem fare në listat e kandidatëve për deputet. Përse e ka thënë Rama këtë? Ju te dosja kishit nxjerr 3 skenare të paktën se çfarë do thotë kjo. Mund të jetë skenari 4 që është thënë vetëm që ne të flasim për këtë nja 2, 3, 4 ditë. Mund të jetë gjithçka, sepse Rama është një lojtar pokeri shumë i fortë, që bën bllofet pafund, por mendoj që në planet e Edi Ramës, nëse kemi parë në çfarë ka bërë Edi Rama në këto vite, në këto 12 vjet, unë jam më shumë i mendimit që Edi Rama e urren parlamentin. E urren llogaritën. Ai nuk do të shkojë në parlament fare as si kryeminist, sepse nuk do që të ketë përballje me deputetët dhe me opozitën. Ai do që parlamenti të jetë si Partia Socialiste sot, pasi ka shkretuar demokracinë dhe zërat kundër ose kritik në Partinë Socialiste, tani ai do të shkretojë edhe parlamentin. Por këtë e ka të pamundur ta bëjë sepse nuk mund ndodh që parlamenti të bëhet si 120-0 si është bërë Partia Socialiste. Duke i shkatruar rezolucionet. Pra, duke qenë se e ka të pamundur të zhduk fare opozitën, që arriti në 2019 dhe 2021 të kishte një opozitë të tillë, por ishte kaq mbaroi, tani ai do të shmang fare parlamentin. Dhe unë më shumë jam për një variantin që ai po tenton të bëhet president dhe të caktojë një kryeminist, atë që po bën sot, që praktikisht vetë udhëton, jeton jashtë Shqipërisë, dhe punët i bëjnë zonës kryeministri dhe ministrat, dhe ai as për të dhënë llogari nuk shfaqet në parlament, por ka ministrin në marrëdhënie me parlamentin që përfaqëson në interpelanca për shembull, që ka krijuar një rregullore e cila është mbi kushtetutën. Rregullore parlamenti që ka mbi kushtetutën, që kryeministri mos vinë në parlament, por të përfaqësohet nga ministri për marrëdhënien e parlamentit. Pra, kjo urrëti që ka ai në llogaridhënies ndaj parlamentit, ndaj pluralizmit përgjithësisë dhe ndaj demokracisë,